Ndryshimet klimatike prekin më së shumti sektorin e bujqësisë. Të parët që e vuajnë këtë fenomen janë fermerët kultivues të patates së hershme në zonën e Divjakës, por edhe të gjithë fermerëve të zonës bregdetare që kultivojnë këtë kulturë në fushë të hapur. Kapriçot e motit që çuan në uljen e temperaturave dhe rënja e brymës, fenomene që nuk janë hasur vite më parë, dëmtuan bimët e patates në masë të gjerë në zonën e Divjakës, ku çdo vit minimalisht mbillen në rreth 400 hektar patate. Pasojat e këtij fenomeni duket këto ditë kur ka filluar vjelja masive e patates së hershme në fushë. Rendimenti mesatar këtë vit luhatet nga 30 deri në 50% të prodhimit të vitit të kaluar bujqësor, plus që ka edhe rënje të cilësisë, e cila përkthehet në çmim më të ulët dhe për rrjedhoj të ardhura më të pakta për fermerët. Patatja shumë dopt. Ne i vrau ftohtë në radh parë. Pleu tani. Me të mbjelli kam çdo gjë, pleu ka vajtë në kikël. Farat, që ka vajtu 2000 lek kilja. Unë ka marrë 10 kuintal farë për 4 lymë. E ben e sa pju se unë zdi të bej. Edhe shteti. Që thot shteti, ben të rinjve që ktheuni në dhënë tuaj. Tu s'ka, më që do vitë rinjtë. E ne do plakemi, do ikime ne. Kur sa punoj këtë vend këtu? 500 lek edhe mos a marrim ullë sot e. Se lozin tregtartë. Këtë punë e bëjnë tregtartë. Prandaj atë zonjës, ministres, bujqësisë, i bëj thirrje që dalin, mos dalin vetëm gazetarët. Për voto dalin ato, janë shumë mirë. Dalin, a bën thirrje, voto kështu, votojnë kështu, do bëj Shqipëria kështu. Prodhimi si vjet i shumë i dobët. Na goditi herën e parë, na goditi ngrica i ftofti. I thau njerë, po e morën veten, thamë shqyqyrë. E goditi për zdyti, e goditi vrugu, uzi, që i themi ne, kalbëzimi. Si vjetë nuk ka as 30% prodhimit këtë vit. Edhe çmim nuk ka. Duke marrë 10 kujtal për 2 lymë, as shpenzime nuk i nxjerrim ne me këtë shtetin. Nuk na jep asnjë gjë, neve edhe subvencionime nuk marrim, nuk i plotësojmë kushtet se thot ai dua letrat. Unë ku t'i gjej letrat, unë kam tokat me gjera, kam 3 hektar tokë me gjera. Ku t'i gjej letrat, ato janë në Amerikë. Që s'ven nga bashkia ato që t'marrim ne. 1 litër naftë, ajo që më takon. Po iku dhe ky brezi jon, jeli tokat tjera. Patatja këtë vit është viti më i keq që ka ndodhur. Ndikoi dhe koha. Ndikoi ngrica që ish armiku numër 1 për bimin e patates, i ka tharë gjitha, edhe rezultatet duken se po shkullin fermerët gjithë. Për momentin vetëm fara ngelet, se për të shitur as shpenzimin nuk mbulon. Vetëm kaq është këtë vit. Aktualisht është 500 lek. Nuk është dhe keq fort, po se mbulon dot rendimenti se është shumë keq prodhimi si vit, për arsye të kohës. Ftoti që bëri, dhe fara tjetëri sa mbolli, ngelin vend ka që kaq. Fermerët si zakonisht kërkojnë një ent rregullator nga shteti, pasi tregtarët po përfitojnë nga djersa e tyre. Gjithashtu për efekt të burokracie, shumica e fermerëve nuk kanë përfituar subvencione apo edhe karburant nga skemat mbështetëse të qeverisë, madje e ftojnë ministrën të vinë në fushat e tyre e të shikojë realitetin e fermerëve.